Mister, avete iniziato bene con un gol in vantaggio e dopo Bosnia hai fatto la sua... Abbiamo fatto una buona partita all'inizio di gara. Kemi bërë një ndeshje të mirë në fillimin e lojës, edhe kaluam në avantazh. Esatto, il primo tempo la parte centrale aveva fatto 2 gol. Patëm probleme pjesën e parë në mezin e fushës dhe morëm 2 gola aty. 2 gol molto belli da parte loro, però il secondo e il primo tempo era evitabile, secondo me. 2 gola shumë të bukur nga Vllaznia, por goli i dytë ishte i evitueshëm. Il primo è imparabile, il secondo da evitare. I pari ishte i pa... Nuk mund ta menaxhonim, ndërsa i dyti mund të menaxhoj. Abbiamo finito bene il primo tempo. E mbyllëm mirë pastaj pjesën e parë. Dove le occasioni vanno sfruttate. Por nëse nuk shfrytëzohen rastet, normalisht që rezultati pastaj. Nel secondo tempo è ovvio che quando una squadra è un in meno ha meno spazi. Ndërsa pjesën e dytë, kur kundërshtari ishte edhe me një lojtar më pak, sigurisht hapësirat mbyllen, por prima del 3-1 comunque ha avuto Boris 2 occasioni. Përpara se ndeshja shkonte 3-1, kishte edhe Boris dy raste shumë të mira, një me kokë dhe një përballë portierit, dhe mund ta ndryshonte komplet rezultatin e ndeshjes. Rrezikon Tirana luftën për mbijetesë tjetër aty? Rischia Tirana per retrocedere? Mi sembra ancora un po' troppo presto parlare, come non penso che si vinca il campionato adesso e che non si retrocede adesso, penso. Siç edhe nuk mund të fitohet kampionati tani, edhe pjesa e mbijetesës është shumë herë për të folur. Ka shumë ndeshje në dispozicion. Ndeshjet e fundit bëri mirë Tirana. Ultime partite Tirana hai fatto bene. Più humbim Shkodër. Però questa sconfitta li demoralizzava un po' per andare avanti. Per il gioco ho fatto buone giocate per le prestazioni dei giocatori, mi dispiace per quello. Sigurisht ajo gjëja që më shqetëson dhe më mërzit është pjesa më vjen më shumë keq për lojtarët se sa për pjesën e ndeshjes, sepse kemi patur situata shumë mira edhe gjatë kësaj ndeshje. Giocare bene deve essere concretizzato dai punti. Por që të luash mirë, sigurisht ato që vlen fund janë pikët edhe klasifikimin tabel, kështu që ka demoralizim. Vllaznia Tirana një klasike ka hershme. Vllaznia Tirana è una classica e tu lo prendi dalla prima. Cosa hai sentito come atmosfera? Sapevo che era una partita molto sentita perché e di që është një ndeshje shumë e ndjeshme. Da parte tutti i ragazzi del club nostro, quindi edhe për ne është një ndeshje që sigurisht ka një ndjeshmëri të lartë edhe është klasike e Shqipërisë. Është kënaqësi të luash gjithmonë këtu në këtë fushë shumë të mirë. Përveç pjesës së rezultatit që sigurisht nuk jemi të kënaqur. Faleminderit.